Avokati Alban Arifi, i cili ishte edhe udhëheqës i grupit punues në kohën kur ishte hartuar ligji për të huaj, është në studio për diskutuar lidhur me implementimin e këtij ligji, sfida dhe problemet e këtij ligji dhe nëse ka pasur, nëse mund të themi diskriminim pozitiv kur është lehtësuar u është ofruar lehtësira sa i përket komunitetit serb. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me avokatin. Atëherë avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Atëherë avokat, që nga dje ka nisur implementimi i ligjit për të huaj dhe gjithashtu i automjetit, megjithatë ka pasur kritika që me këtë ligj po legjitimuan dokumentet serbe të struktura paralele. Fillimisht, avokat, si është implementimin e këtij ligji? Fsheh vështirësinë implementimin e tij apo jo? Fillimisht dëshiroj të ju njoftoj se ky ligj është në fuqi nga viti 2013, ligji bazik që është, i cili ka pas disa plotësim ndryshime në vitin 2018 dhe së fundmi në vitin 2023-24. Se sa a ka vështirësi në implementimin e këtij ligji, shumë vështirësi, sidomos nga zyrtarët kompetente të cilët i kanë procedurat dhe kriteret të cilët duhet i pranojnë për të pajisur qytetarët e huaj me leje qëndrim të përkohshëm, ndërsa për zbatimin e këtij ligji, nëse nuk fillon procedura për plotësim ndryshimin e ligjit bazik dhe plotësim ndryshimeve të cilat tani më janë në fuqi, atëherë do të përballemi me vështirësi të kritereve të cilat kërkohen, ku një nga kriteret të cilat kërkohen për të pajisur me leje qëndrim janë edhe dokumentet të udhëtimit. E që në rastin konkret të huaj të cilët do të aplikojnë për leje qëndrim në bazë të dokumenteve të identifikimit të lëshuara nga strukturat paralele, janë në kundërshtim gjithashtu edhe me ligjin për dokumentet të udhëtimit i nxjerrë nga Republika e Kosovës e ku përcakton se cilat janë dokumentet e udhëtimit. Prandaj unë shoh vështirësi për shkak se duhet fillimisht të hynë në plotësim ndryshim ligji për të huaj, hynë në plotësim ndryshim ligji për udhëzimin administrativ për procedurat e lëshimit të leje qëndrimit të përkohshëm dhe të... Çka duhet të ndryshoj tani, të thuhet aty në dokument që duhet të pranohen edhe dokumentet ilegale? Të pranohen edhe dokumentet ilegale. Përndryshe, vendimin të cilin e ka marrë Ministria e Brendshme apo komunikimi i kryeministrit zoti Kurti, jam i bindur që është në kundërshtim edhe me kushtetutën 9-3 të drejtat e barabarta të cilët duhet të trajtohen të gjithë të huajt dhe si dhe shtetasit e Kosovës, po ashtu edhe në kundërshtim me ligjin për të huaj, i cili shet trajtim të barabartë për të gjithë të huajt, se cilat janë kriteret të cilat duhet të kompletoj një huaj për të pajisur me leje qëndrim të përkohshëm. Andaj është domosdoshme në qoftë se vetëm qeveria ka vendosur të njeh këto dokumente, atëherë duhet që këto dokumente njoja këtyre dokumenteve të inkorporohet edhe në bazë të ligjit për të huaj si dhe udhëzimit administrativ për procedurat të lëshimit të leje qëndrimit të përkohshëm. Dhe avokat Sinjos i fushës, konsideroni që gjatë kësaj kohe qeveria derisa ta bëjë plotësim ndryshimin nuk do duhet të pranonte këto dokumente sepse do të ishte në kundërshtim me ligjin apo çfarë? Në kundërshtim me ligjin edhe bën shkelje çdo secili zyrtar udhëhec apo edhe personat kompetent do të bëjnë shkelje ligjore edhe munden që nesër të përballen me pasuja ligjore për shkak të keqpërdorimit të detyra zyrtare të cilat i kryejnë në mandat të udhëzimit administrativ dhe ligjit për të huaj. Po, dhe avokat, vendimi i qeverisë, paktën nga ajo që ka thënë kryeministri deri më tani, po i bie që ka legalizim të struktura paralele dhe pranim të dokumenteve ilegale të serbëve me këtë kërkesën dhe lejimin që u bë komunitetit serb apo çfarë? Pa dashur të hyjë në pjesën politike, mirë po përderisa nuk janë të njoftën këto dokumente që lëshohen nga Republika e Kosovës si dokumente zyrtare, atëherë de facto i bën që të pranohen këto dokumente si dokumente të Republikës së Kosovës për faktin se këto dokumente pavarësisht se lëshohen nga strukturat paralele, vend banimin dhe vend qëndrimin ju shkruan që kanë lindur në Prishtinë, Mitrovica apo në vendet të ndryshme apo kanë vend banimin në territorin e Republikës së Kosovës. Andaj kompetent për të lëshuar dokumente zyrtare në Republikën e Kosovës është vetëm Ministria e Brendshme dhe asnjë organ tjetër pavarësisht a janë struktura ilegale apo kush do të jetë tjetër. Po, dhe avokat, me qenë se keni qenë udhëheqës i grupit kur ishte hartuar atë ligji, çka saktësisht rregullon ky ligj, cilat fusha pritet të rregullojë dhe
Çka parandaloj, çka mund parandaloj pastaj tutje? Deri në vitin 2009 kanë qenë me rregulluar me rregullore të mikut, pas vitit 2008-2009 ka hyrë në fuqi ligji për të huaj, cili ka pas është ndryshuar në vitin 2010 dhe në vitin 2013, do më thonë që është tani me ligje dhe bazik, me plotësim ndryshimet të cilat kanë ndodhur në vitin 2019 dhe 2023-2024. Në fakt, ky ligj është në harmonisim me të gjitha direktivat e Bashkimit Evropian dhe me mekanizmat ndërkombëtar me Konventin për mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Ky ligj rregullon hyrjen e të huajve në Republikën e Kosovës, qëndrimin e tyre dhe largimin e tyre nga territori i Republikës së Kosovës, gjithashtu mbajtjen e të huajve në qendër të mbajtjes për të huaj dhe kjo është në pikat shkurta në përgjithësi. Dhe gjithashtu ligji automjeteve është në harmonizim të njëjtë me këtë ligj, a ka probleme pastaj tek dokumentet dhe mënyra e kohëzgjatjes dhe qëndrimit sa i përket dokumenteve të udhëtimit dhe qëndrimit me automjet në Kosovë? Ligji i automjeteve dhe ligji për të huaj janë dy ligje të ndryshme, ndërsa pjesa e ligjit për automjeteve flet vetëm për mjetet e regjistruar me targat e huaja të cilat hyjnë në Kosovë, ndërsa në pjesën e qëndrimit e këtu nuk ligji për automjete nuk ka në kompetencë që mund të ndërlidhet me qëndrimin e të huajve në Kosovë. E përmendet avokat që nga viti 2013 është punuar në këtë ligj dhe është harmonizuar ky ligj. Pse deri në këto momente nuk është implementuar ky ligj, apo ka pjesë cilat ndoshta të tij janë implementuar kohë pas kohe? Çfarë ka ndodhur? Si sqarohet? Ligji për të huaj ka qenë i zbatueshëm në vazhdimsi. Policia e Kosovës ka gjobit në vazhdimsi të huaj të cilët kanë qëndruar në mënyrë të palegjshme në territorin e Republikës së Kosovës, ka lëshuar urdhër largime vullnetare Ministria e Brendshme në rastet kur është refuzuar apo revokuar leje qëndrimi një të huaj në Kosovë, po ashtu edhe Policia Kufitare, Ministria e Brendshme edhe Policia Kufitare kanë lëshuar urdhër largime vullnetare me forcë, po ashtu ka për momentin derisa janë realizu kushtet për person të huaj të cilët nuk kanë dëshiruar të largohen nga territori i Republikës së Kosovës, atëherë të njëjtit janë mbajtur në qendër për mbajtje të huajve derisa janë krijuar kushtet për deportimin e tyre në shtetin e origjinës prej edhe nga Kanari. Dhe avokat, a është zbatuar ky ligj për shqiptarët e Luginës, sepse këto ditë ka pasur shqetësime edhe nga ata që jetojnë e punojnë në Kosovë. Pritet të prek në ndonjë farë forme kjo edhe shqiptarët e Luginës Preshevës? Shqiptarët e Luginës dhe bashkëvendasit tonë nga Lugina, Preshevë, Medvezë dhe Bujanovës kanë qenë kategoria më e prekur në Kosovë sa i përket rregullave ligjet strikt ligjet për të huaj, për faktin se të njëjtet nuk kanë mund të aplikojnë për qëndrim të përkohshëm as të përhershëm deri në vitin 2019 kur u bë plotësim ndryshimi, për faktin se të njëjtet nuk kanë pasur dokumente të udhëtimit të lëshuar nga shteti i Serbisë, të cilat kanë qenë të skaduara dhe si dhe të dëshmive të penalitetit të cilat duhet nga shteti i origjinës, dhe të njëjtin nuk kanë mund as të pajisen me pasaporta, dokumente udhëtimit, po ashtu edhe me të kaluarën kriminale. Andaj kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe deri në vitin 19 në raport me qytetarët bashkëvendasit tonë nga Lugina, dhe nga viti 2019 është bërë pas plotësim ndryshimit të ligjit për të huaj i cili ja lejon që në nenin 48 të huaj të aplikojnë edhe për qëllime tjera, ku në këtë kategori në bazë të udhëzimit administrativ, atëherë të huaj edhe qytetarëve nga Lugina, po edhe të gjithë të huajve, të cilët aplikojnë për qëllime tjera, ju lejohet që të aplikojnë për leje qëndrim të përhershëm, të cilët dëshmojnë që kanë jetuar deri në 5 vite para vitit 2019 në territorin e Republikës së Kosovës. Këta qytetarë zakonisht janë në Kosovë mbi 26 vite, të cilët kanë vend banim, vend qëndrim dhe jetojnë në Kosovë. I kanë fëmijë të cilët janë duke u shkolluar, kanë punuar në territorin e Republikës së Kosovës dhe në bazë këtij neni të plotësim ndryshimi, po ashtu edhe udhëzimit administrativ, të njëjtëve ju jep të drejtën që të aplikojnë për leje qëndrim për qëllime tjera e që është si kategori jashtëzakonshme, e të cilit pavarësisht dokumentet a është me afat të skaduar apo ju pranohet edhe dokumenti me afat të skaduar, certifikata e lindjes, si dhe dëshmi që
që kanë qëndruar në territorin e Kosovës, atëherë ju njihen edhe dokumentet e gjendjes civile, të shkollimit të fëmijëve, të fakturave komunale, siç është rryma ujë, mbetërinat, dhe të njëjtit mund të aplikojnë për leje qëndrim të përhershëm dhe të pajisën në Kosovë. Me që avokat po thoni që ka disa vite që ligji është i aplikueshëm dhe i zbatueshëm, apo i bie që në këtë moment është bërë bujë dhe debat, është nxitur debat pikërisht për shkak të kërkesës ndoshta që në kuadër të këtij ligji të përfshihet edhe komuniteti serb apo çfarë? Si duhet kuptohet kjo dhe ky debat i ngritur ditëve të fundit edhe kjo vizita e Peter Sorensenit pastaj në Kosovë? Meqenëse se rregullat, kushtet dhe kriteret janë të përcaktuara edhe me legje edhe me udhëzime administrative, dhe tani me filloi një fushat nga janari i këtij viti deri kur edhe të hyjë në fuqi ligji për të huaj dhe ligji për automjetet të cilët kanë qenë në fuqi, nuk ka pas nevojë për një fushat që të hyjë në fuqi, sepse të njëjtat ka qenë në fuqie ligji për të huaj nga viti 2013, po ashtu edhe plotësim ndryshimet e tyre, si dhe ligji për automjetet i cili është në fuqi nga viti 2017. Pra konsideroj që shtetërorët nuk janë, fushata nuk ishte korrekte. Fushata ka qenë më shumë si informuese, vetëdijsuese, jo që nuk kanë qenë të njoftuar të huajt në Kosovë, të gjithë të huajt të cilët dëshirojnë të hyjnë edhe të qëndrojnë në territorin e Republikës së Kosovës, paraprakisht marrin informacione si ata për të cilët kërkohet vizë për të hyrë në Kosovë, si ata për të cilët nuk kërkohet vizë për të hyrë në Kosovë dhe dëshirojnë të pajisen me leje qëndrim të përkohshëm apo edhe të përhershëm pasi të plotësojnë kriteret. Prandaj unë besoj që kanë qenë të informuar të gjithë të huajt në Kosovë me hyrjen në fuqi edhe me procedurat e aplikimit për leje qëndrim, edhe në cilat raste kërkohet që të i njëjtit të ketë leje qëndrim në Kosovë. Duke ditur për faktin se asnjë huaj nuk mund të punojë në Republikën e Kosovës pa leje qëndrim. Në Kosovë kemi në pjesën veriore, po edhe në bizneset të cilat punësojnë të huaj pa qëndrim të përkohshëm, ballafaqohen edhe mund të gjobiten me gjoba shumë të larta në qoftë se pranojnë një të huaj pa leje qëndrim. Ndërsa në Kosovë kanë një pjesë, sidomos ka pjesa veriore, kanë punuar pa qëndrim të përkohshëm, janë identifikuar me dokumente të strukturave paralele dhe në bazë të atyre dokumenteve si dhe institucioneve të cilat nuk janë të akredituara nga institucionet e Republikës së Kosovës, sikur institucionet shkollore apo shëndetësore, të njëjtit i kanë pranuar në punë dhe kanë funksionuar në bazë të ligjeve të shtetit të Serbisë. Prandaj mendoj që kjo fushat ka qenë e mirë edhe vetëdijsuese edhe për ata, që të njëjtit të detyrohen dhe të obligohen që të pajisen me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës. Pavarësisht se në rastin konkret e kemi në njoja e dokumenteve të strukturave paralele bjen në kundërshtim me kushtetutën, po ashtu edhe me ligjin për të huaj dhe me të gjitha ligjet të cilët njohin dokumentet zyrtare të Republikës së Kosovës, siç është edhe ligji për vendbanimin, ligji për dokumentet zyrtare, dokumentet të udhëtimit dhe udhëzimet administrative. Ndërkohë, avokat, si e pat këtë lehtësirën ose edhe kompromisin që disa partia opozitare quajtën të kryeministit Kurti, i cili u afroi një periudhë 12 mujoshe qytetarëve dhe studentëve, sidomos serb, për të pajisur me leje dhe licenca pune ose licenca të studimit. A është kjo në harmoni me këtë ligj dhe a ka një diskriminim pastaj ndaj shtetasve të tjera, apo si duhet kuptuar kjo? Unë mendoj që ky lehtësim i një pjese të huajve, të cilët qëndrojnë në Republikën e Kosovës, në raport me të huaj tjerë, duke përfshirë dhe bashkëvendasit tonë, të cilët janë nga Presheva, Medvegja dhe Bojan Novsi, është ligj diskriminues dhe pa dyshim që unë besoj që këtu do të ketë reagime shumë të mëdha edhe nga të huajt, nga organizatat dhe nga të gjithë, për shkak që është trajtim jo i barabartë, siç kërkohet edhe me kushtetutën, po ashtu edhe me ligjin për të huaj të kategorizohen. Dikujt i njihet një dokument nga strukturat paralele, dikush edhe pse ka dokument të rregullt,
ballafaqohet me vështirësi, probleme dhe burokraci për të pajisur me leje qendrim. Po, ndërkohë avokatët do të jetë vështirë nga institucionet verifikimit të gjitha këtyre, sepse po besoj që tash nëse ka numër të madh të aplikimeve, sidomos që vijnë nga komunat veriore dhe nga institucionet arsimore dhe shëndetësore atje, a duhet pastaj ministria të delte në terren për të verifikuar numrin e këtyre personave të aplikuar dhe kriteret e punësimit, e të studimeve gjitha, pra kërkohet shumë punë në verifikimin e kësaj pjese apo jo? Të gjithë të huajt të cilët aplikojnë për leje qendrim, pas plotësimit të kritereve të cilat kërkohen, të njëjtit verifikohen nga ana e policisë. Në rast të dyshimit mund të verifikohen edhe në adresën të cilën e kanë lajmëruar që janë duke qëndruar në territorin e Kosovës, dhe në qoftë se haset që i njëjti përbën kërcënim për sigurinë shtetërore, rendin publik apo edhe shëndetin publik, të i njëjti duhet të evidentuohet në regjistrat e policisë dhe të njoftohet Ministria e Brendshme. Dhe në momentin kur trajtohet çështja nga zyrtari kompetent për të huaj, atëherë mbi bazën e këtij dokumenti të njëjtit edhe i refuzohet leje qëndrimi i përkohshëm, i lëshohet urdhër largim vullnetar dhe japet një afat i caktuar ku i njëjti duhet që ta lëshojë territorin e Republikës së Kosovës. Dhe avokat, pastaj, cilat janë kriteret, sa duhet që shndrojë një shtetas juaj brenda Kosovës, çka ndodh nëse gjendet brenda Kosovës dhe e ka tejkaluar afat dhe pastaj si fitohet ky status i përkohshëm dhe pastaj status i përhershëm, dhe shihni që serbët brenda një periudhe atë sa kërkon ligji mund të marrin shtetësinë e Kosovës përmes procedurave dhe neneve që i kërkon ky ligj apo jo? Të huajt të cilët nuk kanë nevojë për mu pajis me vizë të Republikës së Kosovës kanë drejtën e qëndrimit në Kosovë deri në 90 ditë, brenda periudhës 180 ditore. Dhe të njëjtin nëse dëshirojnë të aplikojnë për leje qëndrim të përkohshëm, atëherë të njëjtit për qëllim studimi, pune apo qëllime tjera, bashkim familjar, të njëjtit duhet të plotësojnë kriteret dhe të drejtojnë Ministrisë të Brendshme që të aplikojnë për leje qëndrim të përkohshëm. Leje qëndrimi i përhershëm vjen pas 5 vite, në rastet kur i njëjti ka 5 vite qëndrim të përkohshëm pa ndërprerje, i njëjti mund të aplikojë për leje qëndrim të përhershëm me përjashtim të bashkim kërkesat të cilat janë për bashkim familjar që kërkohet 3 vite. Dhe ka kriteret të forta, avokat, sa i përket lejes së përhershme? Janë kriteret forta cilat i përcakton ligji? Kriteret janë pothuajse të ngjashme me qëndrimin e përkohshëm në Republikën e Kosovës, me përjashtim kur për qëndrim të përhershëm kërkohet edhe që të huajt pas aplikimit, trajtimit të lëndës që i ka plotësuar gjitha kushtet, i njëjti duhet të nënshtrohet njërin nga testet zyrtare në Republikën e Kosovës për njohjen e rendit kushtetues, njohje të kulturës dhe të ketë njohuri elementare bazike të njerëz nga gjuhët zyrtare të cilat njihen në Republikën e Kosovës. Dhe pastaj pas kësaj periudhe avokat mund kalohet në një shtetësi, mund marrë në shtetësi apo duhet përsëri aplikim apo si ndodhet procedura? Pas periudhës 5 vjeçare me afat qëndrim të shkurtër dhe 5 vite qëndrim të përhershëm, i njëjti i plotëson kriteret dhe kushtet për të aplikuar për shtetësinë e Kosovës. Po, shihni që ky është synimi ndoshta edhe i qeverisë që brenda një periudhe më afatgjatë të gjithë serbët të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës dhe nuk marrin dokumente mund të integrohen përmes këtij procesi dhe të marrin në shtetësinë e Kosovës apo jo? Bëjmë një dallim të huajt të cilët kanë ardhur nga Serbia. Po. Pas vitit 99 dhe jetojnë Kosovë, atëherë të njëjti duhet të përfillin këtë procedurë në aplikimit të procedurës, ndërsa të huajt të cilët kanë qenë të regjistruar në regjistrat të Kosovës. Deri në vitin 98, është sak 98-99 që kanë qenë të regjistruar në regjistrat të gjendjes civile në Kosovë, të njëjtit ju takon shtetësia e Kosovës dhe mund të aplikojnë në organet të gjendjes civile që është në kuadër të Ministrisë të Brendshme dhe të pajisen me automatizëm me shtetësinë e Kosovës. Ndërsa të huajt të cilët kanë ardhur pas lufte dhe jetojnë në Kosovë, atëherë të njëjtit duhet të përfillin procedurat si të gjithë të huajt të cilët janë në vinë, vizitojnë dhe qëndrojnë në territorin. Dhe avokat, nga përvoja juar, a ka ndonjë vend në rajon i cili nuk e ka zbatuar në plotësi ashtu si Kosova ligjin për shtetasit e huaj, apo vendet e Ballkanit e kanë shumë kohë më parë të rregulluar këtë pjesë? Gjitha vendet
e kanë të rregulluar këtë pjesën, mirë po edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor të gjitha janë ligjet pothuajse të njëjta për faktin se janë në përputhshmëri me direktivat e Bashkimit Evropian, prandaj zbatimi i tyre është i plot në të gjitha shtetet, për shkak që të njëjtit nuk kanë konflikte të hapura mes shtetit fqin, siç është Kosova dhe Serbia. Po, dhe avokat, cili është synimi kryesor implementimit të këtij ligji? Në një farë forme edhe ngritja e sigurisë, apo jo, për shkak se edhe verifikohet kur shtetat të huaj përbëjnë kërcënim për sigurinë e vendit, apo është më lehtë verifikimi i tyre? Synimi i vetëdijsimit dhe i zbatimit të ligjit për të huaj është fillimisht në interesin e të gjithë të huajve të cilët dëshirojnë të qëndrojnë dhe punojnë, studiojnë apo për qëllime tjera në Kosovë dhe të cilët pas pajisjes me dokumente, me leje qëndrim të përkohshëm, atëherë kanë të drejtat e barabarta sikur shtetasit e Kosovës, me përjashtim që nuk kanë të drejtë vote dhe të miren me aktivitete të cilat janë të përcaktuar edhe me legj, ndërsa është në interesin e tyre, po ashtu është edhe për shkak të sigurisë së shtetit të Kosovës, ku evidentohet se cili personi huaj që është i regjistruar, po ashtu këto regjistrime bëhen edhe në hyrjet në përpikat kufitare të gjithë të huajve të cilët hyjnë dhe dalin nga territori i Kosovës. Prandaj është interes si i të huajve të cilët qëndrojnë në Kosovë, po ashtu edhe i organeve shtetërore, si dhe organeve të sigurisë të cilët veprojnë në territorin e Kosovës. Dhe avokat, kredi fund përveç atyre që i përmenda, ka çështje të tjera që është dashur të adresoj ky ligj, pasi që ka disa vite ndoshta që nuk është amandamentuar, nuk është ndryshuar përpas asaj pjesës që e përmenda sa i përket njohjes së dokumentave të struktura paralele. Ky ligji në plotëni është deklarova edhe më herët që është në harmonizim dhe edhe me direktivat europiane, pavarësisht dëshirës që të shmangem ose të dallojmë qytetarët ose të huajt të cilët vinë në Kosovë, është e pamundshme që të bëjmë dallimet e të huajve për shkak se të njëjtit duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, ndërsa sa i përket të ligji automjetit është krijuar një konfuzion ku në bazë të nenit 41 të huajt të cilët vinë shtetasit e Kosovës, po ashtu edhe të huajt me qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, të cilët kanë automjete me targa të huaja dhe vinë në Kosovë dhe kanë të drejtë të qëndrojnë në Republikën e Kosovës deri në 3 muaj. Ligji nuk e specifikon periudhën brenda sa kohë vlen ky 3 muajor. Mirë po, edhe me deklarimin e Ministrisë së Brendshme, edhe në bazë të ligjit i cili nuk e specifikon, atëherë të gjithë të huajt të cilët kanë vetura me targa të huaja, apo shtetasit e Kosovës dhe ata të cilët janë me qëndrim përkohshëm apo të përhershëm, kanë drejtë të hyjnë në Kosovë me automjet me targa të huaj të qëndrojnë deri në 3 muaj. Mirë, po në momentin që i ska dënë 3 muaj, i njëjti duhet të lëshojë territorin e Republikës Kosovës dhe të hyjë prapë në territorin e Kosovës kur jedh prapë afati fillestar. Ky ka me qenë problemi të qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në shtetet të ndryshme të jashtme dhe të cilët kanë ble vetura në Kosovë, udhtojnë me avion apo mjetet tjera dhe të njëjtit kur të kthehen atëherë kanë më pas probleme për shkak se të njëjtit duhet që t'i regjistrojnë këto vetura sepse regjistrohet hyrja e tyre, kalon 90 ditë derisa të kthehen në Kosovë dhe problemi ka me qenë vetëm me mërgatën tonë të cilët i kanë vetura në Kosovë ndërsa jetojnë jashtë dhe i shfrytëzojnë të njëjtat vetëm në kohën e pushime. Po, avokat, a është përcaktuar sa kohë pas 3 muajve, sa kohë duhet të qëndrojnë jashtë pasaj të hyjnë, apo si është? Neni 41 paragrafi 1 dhe 2 nuk e specifikon sa duhet të qëndrojnë jashtë. Prandaj vlen afati 3 muajor dhe i njëjti brenda këtij afati duhet që të mos kaloj afatin 3 muajor, të dalë nga Kosova dhe të hyjë prapë të regjistroj hyrje të re. Në qoftë se e ka kaluar afatin 3 muajor, atëherë të njëjtit mund të ballafaqohen me gjoba nga ana e policisë së Kosovës dhe të detyrohen që të njëjtat mjete të regjistrojnë dhe doganojnë në Kosovë. Po, atëherë avokat, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit nga ana juaj. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.